Arlind, kemi parë që politika po bëhet spektakël. Rama ka paguar për të bërë foto me Obama, Mbasha me Trumpin, Berisha dha 6 milionë euro, këta të tjerët pagojnë miliona për të shkuar në përbot e për të mbledhur njerëz në përsalla. Ne ku jemi? Ne jemi pa para, nuk kemi nevojë që t'u japim njerëzve para. Jo vetëm se s'kemi, por edhe se po të kishim, nuk e preferojmë atë lloj politike, se besojmë shumë te politika e ndershme. Ata që paguajnë shumë marramendse për reklama, për foto me njerëz pushtetshëm, janë thjesht duke shpenzuar një pjesë parave që kanë vjedhur në të shkuar ndaj popullit shqiptar, ose janë duke marrë para nga krimi organizuar, nga oligarkia për t'u shërbyer atyre mbas zgjedhjeve. Lëvizja Bashkë e vetëm parti që punon shumë, ecën shumë, flasim me mira qytetarë çdo ditë e shpenzojmë jashtëzakonisht shumë pak para. E ato pak para që i shpenzojmë i marrim si kontribute nga antarë dhe mbështetësit tanë, dikush 10.000 lekë vjetra, dikush 100.000 lekë vjetra, në varësi të kapaciteteve tyre financiare. Politika po nuk u bë e ndershme, më mirë të mos ekzistoj fare. Demokracia bazohet pikërisht tek përfaqësimi autentik i qytetarëve, ku qytetarët të besojnë dhe kësaj t'japin jo vetëm votën e tyre, po edhe mbështetjen e tyre modeste. Të gjitha të tjerët janë vetëm një lloj shprehse të një maskarade politike që ka shumë kohë që mbizotron Shqipëri dhe që ne duhet i japim shelmin një orë më parë.